Ka pasur tensione në kuvendin e Shqipërisë ku deputet të opozitës kanë penguar punimet normale të kësaj seance. Ata kanë kërkuar që të vinë në seancë Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë proces dhe mbi këtë seancë, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, si u duk seanca e sotme e kuvendit të Shqipërisë? Një seancë me komedi, me skenar, me plan, me organizim, po të mirëmenduar në çdo organizim i cili sjell si pasojë të fshehjes së lajmeve të ditës, lajmi i fundit, apeli GKK-s, vendimi i pezullimit për Ballukun, por në të njëjtën kohë një skenar të frikshëm të pabesuar për mendimin tim, që deputetët të cilët ishin lart në karriket e Këshillit të Ministrave do të jenë deputet që nesër do të jetë te Komisioni i Rregulloreve dhe Mandateve dhe Imuniteteve për të shqyrtuar rastin Balluku. Në rast se kryetari i kuvendit mbledh byron e vendimarrjes që ka të bëjë me mbledhjen e kryetarëve të Këshillin e mandateve. Grupeve. Kryetarin e grupeve që janë kryetarët e grupeve parlamentare që përbëjnë byron e kuvendit, po. Po, atëherë i bie që mundet të merret vendim për përjashtim të deputetëve që vinë nga radhët e Partisë Demokratike për të marrë pjesë nesër në atë që themi shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë lidhur me mandatin e zonës Avokat, kam Balluku. përshtypjen që kuvendi mund të marrë përjashtim nga seanca plenare, por jo nga, po themi, mbledhja e Këshillit të Imuniteteve dhe Mandateve. Kam përshtypjen, mos gaboj. Ti mundet edhe të gabosh sepse ndonjëherë gabojmë edhe me vedije, por ndonjëherë interpretohet rregullorja e parlamentit edhe ashtu siç ishte interpretuar më përpara kur ishte zonja Nikolla, që Garda e Republikës bllokonte hyrjen të gjithë deputetëve në parlament, si në kryesinë e parlamentit, ashtu edhe në seancë plenare. Prandaj edhe një herë po ju sjell në vëmendje ngjarje të mëparshme të legjislaturës së mëparshme, kur deputetët të përjashtuar nuk kishin mundësi të futen në kuvend, jo thjesht në seancë. Pra nuk ishte bllokuar dera e seancës, po ishte gjithë deputetët jashtë godinës së parlamentit nuk kishin të drejtë të futen në parlament. Besoj e kujtoni si fakt. Tani mund të më thoni edhe për rastin e rregullores. Besoj se jemi dakord. Po, mund përdor siklet që të shtyj mbledhjen e nesërme. Kjo është ideja juaj. Pra, nesër mbledhja rrezikohet për të shtyrë me këtë skenar të frikshëm. Tani, ky konflikt pse duhet ishte bërë? Sepse është shumë e thjeshtë, deputetët mos marrin pjesë në farsë, edhe mos të bëjnë asnjë konflikt me qeverinë për arsye se ata në datën 22 dhjetor do dalin në shesh përballë kryeministrisë të flasin se sa Rama është i mirë apo i keq. Unë këtë nuk kuptova dhe uroj që ta kuptojnë qytetarët të logjikshëm. Dhe përveç kësaj ta kuptojnë edhe vetë socialistët, edhe të ata janë edhe pak besoj mund të jenë të logjikshëm, se si që qeverisja e tyre vjen në një fakt konkret nga përgjimet apo nga lajmet që kanë dalë, të cilët janë të vërtetueshme apo jo, nuk jam ai që ta gjykoj, po s'ka mundësi që një kryeministër të 20 vetat që ka, të gjithë të përfundojnë në procedime penale. Është shumë e çuditshme. Pra edhe i smur mendor të jesh, përsëri të paktën një logjik duhet kesh, të kuptosh të vërtetën. Kjo është e vërtetë zotëri. Që Partia Socialiste ka një detyrë morale të përgjigjet të qytetarëve dhe të thotë më fal, ju vollëm, ju masakruam, përdorëm drejtësinë kundër interesave kombëtare që eliminuan pothuajse mendimin e zotit Dumane të gjithë opozitën thuaj, për të dëmtuar zhvillimin e demokracisë të këtij vendit. Por si pasojë e kësaj ngjarje,
filluan duke vrarë njëri tjetrin. Shiko rastin Tahiri, shiko rasti Veliaj, shiko rasti Bllako, shiko rasti Beqaj. Pse? Që do justifikojmë tek njerëzit që drejtësia e reformuar punoka edhe për të brendshmit, pra edhe për ata të cilët janë rreth oborit, po kur brenda godinës dhe në krye të godinës. Prandaj unë dua të them që ngjarja e sotshme nuk ishte një ngjarje thjesht rastësore apo momentale, konfliktuale për shkak të një konflikti momental, po ishte organizuar që gjithë vëmendja që duhet ishte atje ku duhet të jetë, pra tek rasti i apelit për zonjën Balluku dhe nesër për rastin e shqyrtimit të imunitetit të saj në komisionin parlamentar, besoj se do të shikojmë skenare të ndryshme të cilët do të na bëjnë që të reflektojmë edhe një herë drejt së vërtetës. Zoti Zhlima, skenari i kujt ishte ky? Pra ishte skenari në bashkëpunimin të dyja palëve apo ishte një skenario i Partisë Socialiste dhe Partia Demokratike e ra në grackën e këtij skenari? Të dyja bashkëpunojnë, bashkëveprojnë për skenare të përbashkëta. Jam shumë i qartë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike mos mendoni ju që do bien nga pushteti secila me një revolt popullore, sepse ata e matën revoltën popullore me arrestimet, e matën revoltën popullore me propagandën e tyre nga para 2013 edhe pas 2013, e pa që ky popull nuk, ashtu siç ja ka thënë kryeministri i tyre, ata që kanë votu kryeministrin flas, por jo për popullin tjetër, ashtu siç ja ka thënë edhe në 2025-s Dibran dhe me radhë shumë të tjerëve, matën impulsin, panë që ky popull nuk reagon, panë që ky popull noterizoi me 11 maj Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Partinë e Lirisë, duke qenë të tre këto partitë kryesore pjesë e politikës shqiptare, duke krijuar grupe parlamentare, e mati përsëri aksesin apo më mirë qasjen e publikut në raport me partitë e reja Lapaj, Qori, Sheaj dhe u pa mënyra se si ato krijuan prezencë në parlament, verifikuan në një aspekt tjetër prezencën e tyre politike në terren dhe në fund fare të tre partitë politike kryesore janë ato të cilët do të vendosin për të ardhmen 20 vjeçare të Shqipërisë. Është shumë e thjeshtë kjo. Mos u deni nga ideja se Spaku po krijon statistika dhe se Spaku do të arrestojë zotin Rama dhe zoti Rama do arrestohet sepse erdhi momenti që ta zhdukim sepse nuk na e mban politikisht. Në rast se vjen ky skenar, duhet keni parasysh që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do punojnë me njëra tjetrën për të fituar kohë, jo betejë, po kohë që në rast se do të bëhet ndryshimi i karrikes, nuk do të bëhet në metoda të cilat ne i dim shumë mirë se si ndodh her pas here, por do të ndodhi sikur ka ndodhur në reformën e drejtësisë. Kur prokuroria atë asaj kohë u quante krimet e rënda, çfarë bëri reforma në drejtësi? Hoqi tabelën dhe vendosi SPAK, pra prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pra thjesht ndryshim tabele. Si do bëhet ndryshimi i pushtetit? Gjithmonë me një aleancë, bashkëveprim, goditje të forta në sy të publikut, që shqiptarët të shikojnë që ua ndryshoi diçka, por shqiptarët të shikojnë që ua ndryshoi tabela, por e vërtet është tabela do ndryshoj me qëllim që qytetarët të marrin të drejtat e tyre dhe të përfitojnë ato, apo qytetarët do të vazhdojnë duke fletur gjumë dhe duke mos reaguar përmes votës të ndoshkojnë klasën politike në rast se jemi në kushtet të një klase e cila ishte e kalbur. Po duke pa rastin e zotit Shabani, që sot ishte ai që para 11 majit nuk ishte lënë fjali pa thënë për Edi Ramën, për Sali Berishën, për Ilir Metën, vajti me firmat e PD-s të Sali Berishës, kandidoi në parlament dhe me votat e Partisë Socialiste u bë avokat i popullit. Avokat. Them,
Kur ai ka parë që populli flej gjumë, sigurisht në fund fare ai përfitoi çfarë? Karrikën për të qenë avokati i pushtetit, edhe kurse si i popullit, këtë ta harroni dhe më i bukur kësaj botës, ai njeri kur nuk të bëhet avokati i popullit. Avokat, si ju duk kjo puthja nga largë avokatit të popullit Endri Shabani ndaj opozitës, dhe pyetja e dytë është çfarë ndodh nesër? Do kemi heqje të imunitetit do Belinda Ballukut nesër dhe arrestimin e saj? Së përsa i përket të zotit Shabani, e thash, njeriu në fjalë nuk do të jetë avokati i popullit, por do të jetë avokati i interesave. E thash qartë, shqip dhe nuk ka nevojë ai puthi, ai përqafoi, a bëri dashuri, a bëri gjëra të tjera që bëhen pas orës 12 natës. Se di çfarë janë këto, ju e dini vetë. Për sa i përket rasteve të tjera, duhet të keni parasysh që unë i dua një skenar ekstrem të ndodhë. Dua që Partia Socialiste, ashtu siç ka bërë gropën të tjerëve, dua tani të vi vetë në gropën e saj që ka ndërtuar. Dhe këtu kërkohet logjika dhe jo emocioni. Pra jemi në një situatë ku Partia Socialiste nga 30 tetori e në vazhdim është në një situatë që nuk po e percepton mirë dhe qartë pse rasti Balluku duhet të mbrohet me kaq shumë zell nga zoti Rama dhe pse rastet e tjera ato të cilët kanë të bëjnë me zotin Bllako, zotin Beqaj, zotin Velia e të tjerë duhet të lesh në mëshirë të fatit sepse Partia Socialiste dhe qeveria shqiptare e Partisë Socialiste nuk bëhet avokati i askujt përveç interesave të Partisë Socialiste. Tani lind pyetje për socialistët. Kur arrestu zoti Veliaj, doli zoti Rama dhe tha spatën ja dha shumë zoti Dumani? Socialist të ndershëm edhe të pandershëm, mund më komentoni po apo jo. Lind pyetja e dytë. A doli zoti Rama në shesh dhe tha që ju s'keni pse të bëni avokatin sepse ai do ta gjejë të drejtën vet? Po. Po socialistët duhet përgjigjen. A ndodhi ajo që pritej po nuk u përfol kur, po në fund fare i fundit e nxori lajmin në asamblenë e Partisë Socialiste, shkarkimi i zotit, një fakt konkret? Po. Po këto nuk vinë si një ngjarje të shkëputura nga njëra tjetrën, edhe në fund fare ne kërkojmë çfarë? Përfundimin, konkluzionin, vendimin. Jo. Ajo që ne duhet kuptojmë është kjo, që zoti Rama e kishte mirë menduar dhe organizuar që zoti Dumani do të ishte personi më i denjtë nga 2022 deri në 2025 për të drejtuar SPAK-un. Pse? Sepse zoti Dumani ka marrë nga zoti Rama spatën e Republikës së prokurorëve. Ajo Republikë prokurorëve ndaloi me datën 18/12/2025. Pas kësaj të Republike, zoti Rama, para se të ndodhet shkëputja e zotit Dumani nga SPAK-u, shpiku skenarin më të mirë dhe më të fortë, goditja dhe pezullimi i zëvendës kryeministër që sot ta kemi objekt bisede. Që do të thotë, zoti Rama angazhoi fuqitë e tij të mbinatyrshëm që sot të bëj viktimën duke parë rastin gjykata kushtetuese që zoti Rama përfitoi dhe fitoi madje dhe doli viktim. E kemi thënë këtu pikrisht që zoti Rama do dali viktim. Edhe këtu kemi thënë pikrisht që zoti Rama do riviktimizohet. Dhe nga ky riviktimizim dalim në shifrën konkrete. Cila është shifra? Shifra na bën që zoti Rama pas datës 18/12/2025 e në vazhdim në çdo komision parlamentar, në çdo qasje me drejtësinë, i tregon SPAK-ut dhe çdo kujt që është rreth reformës në drejtësi që këtu kemi parlament, këtu kemi institucione kushtetuese dhe jemi një republikë parlamentare. Dhe lind pyetja, po mirë, kur SPAK-u bënte statistika kundër Sali Berishës, kundër Ilir Metës, kundër Beqajt, kundër Lefter Kokës, kundër Ahmetajt, kundër
në fund fare të veliet rivalit të brendshëm në Partinë Socialiste të zotit Rama. Pse ajo spa duhet të qëndronte në duart të Dumanit dhe jo të Spaku? Sepse kemi një diferencë dhe një mbivendosje mbi autoritetin e Spakut nga pikpamja politike të zotit Rama. Dhe tani ju do të shikoni që zoti Rama do të përdori spatën tjetër, spata e Republikës Parlamentare. Pse? Jo sepse dikush thot që po Rama është i përfshirë në atë dosje, edhe mundet të jetë me fakte. A janë ato fakte që përbëjnë vepër penale? A janë ato fakte që vërtetojnë, provojnë vepër penale? Nuk e di, po do ta shikojmë. Por Rama lindi një pyetje tjetër që ju duhet ta kuptoni edhe ta shtoni pak tek logjika arsyetuese. Çfarë? Është shumë e qartë kuptoni diçka që nuk është kuptuar në sy të opinionit publik. Zoti Rama e ndryshoi këtë qëndrim se po i troket diçka? Jo. Zoti Rama pikrisht i ka trokitur me kohë më përpara diçka dhe ai mori masat duke ndërtuar komisionet të ndryshme të komisionit zgjedhor, territorial dhe ndryshimeve kushtetuese, po edhe diçka tjetër e fundit, të reformës në drejtësi. Pra, në rast se ne do ta studiojmë ashtu siç duhet, në mënyrë logjike, është që spata të Spaku, sipas pretendimit të zotit Rama, duhet të vazhdonte edhe përtej Dumanit. Tani që është bravo. Pse ndodhi ky konflikt? Sepse zoti Dumani e ndihmoi zotin Rama në mënyrë të paimagjinueshme që në një vend ku të gjithë janë të proceduar në këtë formë fitoi 83 mandate. Nuk është gjë e pakët. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën.